dhe ndryshimet. Të drejtën, ju biznesmenve, si ju duken politikanët? Tani në varet çfarë prizmi, sigurisht që politikanët ka edhe të mirët, këqi... Jo, si ju duke sikur me zi marrin vendime, sikur si... Se nga njerë thonë që politikanët janë shumë llafe, ju keni më shumë vepra. Po ato flasin më mirë se ne. Ne punojmë më mirë se ata. Struga udhëheqeshte prej një strukture 20 vjeçare ku nuk kishte investime kapitale dhe unë si duke ardhur nga biznesi, nga dërtitaria, shifsha që mungonin investimet kapitale. Kjo ishte një sfidë, marr parasysh që unë isha i sigurt në vetvete se do të fitoj për arsye se kisha investuar në autoritetin tim edhe në biznes, por edhe në odën ekonomike, mandej kisha investuar në një klub futbollistik që është kampion i Maqedonisë 2 vite me radhë, dhe kisha investuar në strugën time dhe dashuria e madhe ndaj strugës bëri që unë të vendos të futem politikës, ta quaj politikës sepse... Nuk të tha njeri qarë sikleti i ke fut vetës. E kam ditë edhe vetë. E ke ditë edhe vetë, për mirë, jenë rregull. Je koshient për sikletin që siklet, por marr parasysh që unë kisha investuar që gjatë në biznes, por edhe në fusha tjera, mendova që është koha që ta mbyll karrierën time edhe me një investim në komunën time që mendoj që do të bëj shumë më të mirën për 4 vitet e ardhshme.